Ervin Muça, ish drejtori i IT-s në Policinë e Shtetit, është marrë zyrtarisht i pandehur nga Prokuroria e Tiranës për sulmin e ndodhur në vitin 2022 ndaj sistemit Teams, gjë që është marrë përsipër nga grupi identifikuar si Homeland Justice, i cili sipas qeverisë shqiptare është i financuar nga Irani. Muça, i cili aktualisht ndodhet në arrest shtëpie, akuzohet për kopjimin pa autorizim të dhënave të sistemit Teams dhe për hyrje të pa autorizuar kompjuterike në sistemin Teams, që regjistron hyrje daljet e qytetarëve nga kufit e vendit. Organi hetues ka veçuar çështjen dhe po heton edhe për veprën penale të shpërdorimit të detyrës. Prokuroria e Tiranës thotë se të gjitha veprimet për kopjimin e të dhënave të Teams, Ervin Muça i ka kryer gjatë orëve të natës, ndërsa ka urdhëruar edhe punonjësit për hapjen e portave USB. Po ashtu, në godin janë futur persona të pa autorizuar që nuk kanë qenë pjesë e stafit të policisë së shtetit dhe kanë asistuar për procesin e backup. Ky person, sipas prokurorisë, ka përdorur shpeshherë për të hyrë dhe për të dalë nga godina pinin personal të një punonjësi që nuk ka qenë prezent. Në njoftim thuhet se është vërtetuar se pajisja hard disk e sekuestruar ishte lidhur me kompjuterin e identifikuar dhe me serverat e sistemit, duke mundësuar eksportimin e të dhënave në një hard disk. Pas sulmit ndaj sistemit Teams, kryeministri Edi Rama deklaroi ndërprerjen e marrëdhënieve me Republikën Islamike të Iranit, ndërsa kompania Microsoft që mori pjesë në hetimin e ngjarjes, tha se të gjitha zbulimet e saj ishin të lidhura me Iranin.